Me disa minuta vones ka nisur para ditën e sotme seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 11 kryen betimin solem të deputetit. Mirë po, kjo seancë nuk zgjati shumë sepse ajo ndërprej me kërkesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kryeministri në detyrë Kurti nuk propozoi emër për kryetar të Kuvendit, duke kërkuar kohë shtesë që t'u japin shans bisedimeve politike për marrëveshje për president apo presidente të re. Konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të Kuvendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme, të paarsyeshme, të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, i nderuari kryesues, zotëria Avni Dehari, kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ndërsa kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për mungesë serioziteti dhe përgjegjësie në procesin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kjo është një shenjë e mungesës së seriozitetit, përgjegjësisë nga partia që ka fituar numrin më të madh urtëseve Kuvendin e Republikës Kosovës, po shihet që vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës. E deputeti i Lidhjes Demokratike Armen Zemaj ka thënë se afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit ka përfunduar. E gjitha koha kushtetuese është në ditën e sotme, sipas interpretimit dhe gjykimit tim, nëse hymë në një fazë tjetër që nuk ka interpretim shtesë të vendimit kushtetues ose nuk ka dhe sankcion që besa. Ndërsa Besnik Tahiri nga Aleanca tha se Kurti ka logjika autoritare. Këtu ka problem me një logjik autoritare për me mujt me i marrë të tri pushtetet, presidentin, qeverin dhe Kuvendin. Nuk kemi të bëjmë me krizë kushtetuese, s'ka krizë kushtetuese. Është e pastërt sikur loti procedura dhe është situata jashtëzakonisht e lexueshme. Pa i ka prit krejt Kosova sot me konstituu Kuvendin me fillu me funksionu shteti. Kujtojmë se para ditën e sotme Albin Kurti mbajti edhe një konferencë për media, në të cilën tha se nuk dëshiron përsëritjen e situatës së shkuar dhe synon dakordim për një president unifikues e pastaj konstituimin e Kuvendit të Kosovës.